me siguri nuk e keni harruar se u bë një takim shumë popullor edhe shumë i përfolur në për gjithë pasqyrat mediatike për punën e qyrykëve. Edhe unë nuk e kisha pritur që faktikisht gjithë qyrykët do provokoheshin e do hudheshin përpjet duke thonë ne nuk kemi qyryk, ne jemi burra. Ndërkohë që burrat e mençëm shkuan mas grave edhe dibra nxorri nga kutit e votimit fitoren më të madhe ndonjëherë në zgjedhjet përgjithshme për Partinë Socialiste. Kështu që ai ka qenë një moment i daljes në pa edhe një tjetër të mençurisë së kësaj zone, me cilën për një sër arsyesh unë ndjehem shumë i lidhur edhe më vjen shumë mirë që kjo lidhje tani materializohet edhe me shpejtësinë e ardhjes. Erdha me disa minuta vonesë se unë nisëm nga Tirana në orën 4. Unë e di që nuk është 1 orë rruga, mirë po Ulsiu i ka bind gjithë atje në Tiranë që rruga është 50 minuta. Edhe i thash po më qoni me vonesë, jo dha, 55 minuta jemi aty, po s'është 55 minuta, është i qikë më shumë. Jo dha se në kështu nga ka thonë Ulsiu. Kështu që erdha pak me vonesë, po fajin e ka Ulsiu, keni parasysh. Megjithatë, do t'ishte pamendueshme përpara se ne t'ja dilnim ta ndërtonim rrugën e Dibranëve, se kështu e quaj unë, mos u mërzit gon, rrugën e Arbrit, do t'ishte e pamendueshme që të vije të bëje një takim dhe të ktheheshe për një takim tjetër në orën 7:30 në Tiranë. Dhe kjo u realizua, por nuk është fundi, është vazhdimi i një rruge që është rruga e Partisë Socialiste, në cilën ne kemi parë dhe kemi dëgjuar shumë, por edhe kemi bërë shumë. Dhe duke u kthyer tek çfarë tha Ulsiu në fjalën e tij përmbyllëse, unë dua ta rinënvizoj sepse historia e Partisë Socialiste nuk nis me momentin kur hyra në parti unë me Ulsiun, se ne kemi hyrë më vonë dhe me thonë drejtën na shifshin dhe i qikë kështu si shtremët. Po nis në momentin kur socialistët dhe progresistët bën një zgjedhje shumë të qartë dhe u shkëputën në mënyrë shumë të arsyeshme nga e shkuara, duke i dhënë jetë një partie e cila në këto 35 vite ka shënuar disa gjëra shumë të rëndësishme në librin e jetës politike shqiptare. Në radhë parë, Partia Socialiste ka provuar më shumë se sa njëherë që është e vetmja forcë politike e cila ka një marrëdhënie të kristalt me interesin kombëtar. Dhe një ndoshta shembulli më kulmor i këtij fakti është i lidhur me atë periudhë kur Partia Socialiste dhe lideri i saj historik Fatosnano bombardoheshin nga të katër anët si
të lidhur me Beogradin. Ata që i bombardonin ishin ata që ditën flisnin për Kosovën, natën thyenin embargon që bota demokratike kishte vënë Slobodan Miloševićit dhe i shisnin naft Slobodan Miloševićit për të furnizuar makinerinë fashiste të spastrimit etnik. Ndërkohë që ishte pikërisht Partia Socialiste dhe ishin pikërisht njëra pas tjetrës qeveritë e Partisë Socialiste, duke filluar nga qeveria e Fatos Nanos, që nuk lan asgjë pa bërë për ta